Në kohën e vet Ibrahim a.s. bashortja e tij Sara ishte femra më e bukur si përfaqen e tokës. Duhet të kuptojmë që Sara është stërgjyshja e Jusufit a.s. Pra Jusufi kishte gjysmën e bukurisë së saj bote dhe kuptohet që rrithte nga Sara dhe nga Ibrahimi a.s. Jusufi është njeriu më i bukur si përfaqen e tokës, përveç Ademit që i madhi Zoti e krijoi vetë. Kështu që bukuria është diçka që e dhuron Zoti, po është mirë që ne e cekim bukurinë në Islam, sepse mendohet që vetëm aktorët edhe vetëm këngëtarët janë të bukura, po nuk është kështu. Në kohën e vet Ibrahim a.s. bashortja e tij Sara ishte femra më e bukur si përfaqen e tokës. Po siç kemi thënë që bukuria ose diçka që t'jep Zoti, siç është e mirë, kthehet edhe në test. Për shembull pejgamberi jon ka thënë inna Allahe xhemilun yuhibbu xhemal. Zoti është më i bukuri dhe e don të bukur. Pra e bukura shpirtërore, e bukura në mendim, e bukura në robë, e bukura në paraqitje, është pjesë esenciale e Islamit. E bukura në veprimet tela. Për shembull ka thonë Kurani duro me durim të bukur, se ka dhe durim që ty të shkatërrohet jeta dhe durim të bukur që ke stabilitet në jetë. Thot për shembull për armiqtë që i ka pas, largohu prej tyre me largim të bukur. Domosht fut bukuria në veprime edhe në gentilesën që e ka personi.